Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të ri jetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar. Çmimet e derivative në Kosovë përshënojnë rritje të vazhdueshme, duke rënduar gjithnjë e më shumë buxhetin e qytetarëve dhe kostot e bizneseve. Zhvillimet në tregjen ndërkombëtare dhe tensionet gjeopolitike po reflektuan drejt për drejt edhe në vend, ndërsa kërkesat për masa lehtësuese nga institucionet po shtohen. Ulja e përkohshme e akcizës dhe TVSH-s po konsiderohet si një nga opsionet për të zbutur ndikimin e krizës dhe për të frenuar rritjen e mëtejshme të çmimeve. Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, paralajmëron se çmimet e derivateve do të vazhdojnë të rriten si pasojë e tensioneve globale dhe sulmeve ndaj rafinerive ruse të naftës, të cilat kanë shkaktuar disbalans në tregun botror. Ai thekson se ndryshe nga shumë shtete që ulin akcizën ose përdorin rezerva shtetërore për të zbutur goditjen, Kosova nuk ka mekanizma të tillë. Prandaj, qytetarët do të përballen me rritje të vazhdueshme të çmimeve dhe presion më të madh të inflacionit. Janë disa faktorë që janë duke ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë apo në mënyrë periferë në ngritjen e çmimit të derivateve të naftës, jo vetëm në Kosovë, po në botë. Deri më tani arsyetimi ka qenë ngushtica e Hormuzit dhe tëra kjo që është duke ndodhur në luftë mes Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Izraelit dhe Iranit. Po tani është një problem tjetër që po ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në debalansin e tregtisë së naftës në botë. Janë sulmet permanente të Ukrainës në rafineritë më të mëdha të naftës në Rusi, dëmet janë afër $15 miliard, ndërsa produktiviteti apo përpunimi i naftës në Rusi është përgjysmuar deri në 60%. E tëra kjo ka shtuar nevojë të re për import të naftës, që do thotë Rusia ka qenë një eksportues mjaft i madh i naftës së përpunuar dhe tani duhet të importojë. Importon nga Bielorusia, importon nga India, Kina dhe Pakistani, dhe tëra kjo po e bën një debalans në atë ligjin e quajtur oferta dhe kërkesa, dhe nuk duhet të na habit fakti që sot e kemi një barel nafte afër $85. Po të njëjtën kohë shumë shtete kanë mekanizma për të ndërhyrë ose e bëjnë ndryshimin e politikës fiskale, ose e ulin akcizën, po mbi të gjitha investojnë në krijimin e rezervave shtetërore, dhe për fat të keq këtë Kosova nuk e ka, prandaj jemi dëshmitar të asaj që pothuajse në mënyrë permanente ngritet çmimi i naftës nga dita në ditë varësisht nga trendet globale. Po e shihni që globalizimi ka minimizuar distancën dhe ajo që është sot kudo në botë reflektohet në mbar botën, prandaj do të jemi pjesë e ngritjes së çmimeve edhe në të ardhmen, në veçanti që tani në Iran e kemi edhe një mbyllje të një ngushtice alternative, të cilën e kontrollojnë hontet, dhe tëra kjo do të ndikojë vërtet në keqësimin e gjendjes dhe do të jemi dëshmitar të ngritje çmimeve e cila në mënyrë të drejtë për drejtë po ndikon në rritjen e shkallës inflacionit. Ai thotë se në Kosovë politika ka zënë vendin e ekonomisë, ndërsa pasojat po ndihen përmes inflacionit, ikjes së kapitalit, bizneseve dhe të rinjve. Ai paralajmëron se me eksporte në €900 milion dhe varësi të plot nga importi, Kosova duhet të ndryshojë kursin, më pak luftë për shtet, më shumë fokus në ekonomi dhe zhvillim.
Më vjen keq të them këtë që dua t'ja u them, po në Kosovë mund të flitet për çdo gjë, por jo për ekonomi. Është agenda politike ajo që dominon, është një politikë inerte e cila po e dëmton Kosovën, qoftë në aspektin intern, qoftë në aspektin ekstern. Kur flas për aspektin ekstern, është mungesa e raporteve dhe avancimit të partneritetit me shtetet mike evropiane, me donatorë dhe me partnerë strategjik. Kur flas në aspektin intern, mungesa e institucioneve vërtet është duke e kriju themi një neglizhencë institucionale, një militarizim të papar dhe të njëjtë kohë një performancë e cila nuk i bën der shtetit. Prandaj nuk duhet të na habit fakti që Kosova vetëm gjë që eksporton është paraja e gatshme. Ti thuash diku që në vitin 2025 ne kemi importuar 7 miliardë 300 milionë euro, ne kemi 2 miliardë taksa që i kemi paguar në dogana dhe nëse 9 miliardë i nxirren një ekonomi të varfër, çfarë është Kosova është më e keqja që ndodh. Kemi një inflacion i cili është më i madh në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë, kemi do thotë një rritje të çmimeve që gjë ka qenë alarmante, që ka kaluar 6% krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit kaluar, kemi ikje të kapitalit, kemi ikje të bizneseve dhe kemi ikje të trive. Vetëm në Gjermani në vitin 2025 janë evidentuar që janë më tepër se 600.000 kosovar, a nuk është një cifër shqetësuese. Dhe të njëjtën kohë po e shihni kur analizoni trendet e eksportit, në Bosnjë e Hercegovinë, për cilën ne mendojmë se ka probleme politike dhe ndëretnike, në vitin 2025 ka arritur ketë eksport 9 miliardë 600 milionë euro, një Serbi ketë më tepër se 34 miliardë euro, një Maqedoni ketë afër 5 miliardë euro dhe Kosova të mbetet në atë cifrë magjike më pak se 900 milionë euro eksport prodhime made in Kosova. Prandaj besoj janë këta parametra shqetësues që vërtet duhet t'i prekin në ndërgjegje edhe votuesit, edhe politikanët që për shtet të bëjnë më tepër se sa të luftojnë vetëm për pushtet dhe të njëjtën kohë të mësojnë fjalën kompromis dhe sakrificë në interes të qytetarëve të Kosovës dhe ardhmërisë së Republikës së Kosovës. Ndërsa kryetari aktual i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, i tha ekspozit se ka kërkuar nga qeveria masa konkrete për përballimin e krizës së çmimeve, duke propozuar uljen ose heqjen e përkohshme të akcizës për sektorët më të prekur. Rafuna tha se mungesa e ndërhyrjes ka ndikuar në rritjen e inflacionit mbi 6%, ndërsa kërkoi që Kosova të ndjekë shembullin e vendeve të rajonit dhe Bashkimit Evropian që kanë ulur akcizat për të lehtësuar barrën mbi bizneset dhe qytetarët. Po ne kemi kërkuar qysh kur lindi kjo kriza e Hormuzit, ose ngushticës së Hormuzit që po quhet rrethonat gjeopolitike, qysh në atë kohë ne kemi kërkuar që qeveria e Republikës Kosovës të merr veprime, ose ta ul tatimin e akcizës, ose ta largoj tatimin e akcizës për një kohë të caktuar, sidomos për sektor të caktuar siç ishte sektori bujqësi, sektori transportit të modrave ose sektori transportit të udhëtarëve, qoftë urban, qoftë jashtë. Mirë, po nuk patëm një reagim të tillë dhe sot shohim pasojat e inflacionit që po arrin mbi 6%. Nëse na ndodh prapë që të kemi lëvizje të çmimeve, ne kishim kërkuar nga qeveria e Republikës Kosovës që të jetë shumë e kujdesshme dhe vëmendje ta përcjell trendin. Të mos bën as më shumë as më pak se sa kanë bërë qeveritë e vendeve të rajonit apo disa qeveri të shteteve të Bashkimit Evropian. Kishim qeverinë për shembull italiane, kishim qeverinë austriake, kishim qeverinë gjermane, ku lëvizën me tatimin e normës akcizës për një kohë të caktuar derisa u stabilizu situata. E njëjta situatë është edhe na çka po kërkojmë pe qeverisë. Nuk kemi dukur kërkuar mrekulli. Bënë ato që po bëjnë qeveritë e vendeve të rajonit, nëse ata e kanë larguar tatimin e akcizës, largoj edhe ti dhe barazoje prodhuesin ton, produktin ton me çmimin e tij. Mos detën e produkti jon më i shtrejtë se sa prodhimi i tij. I pyetur pse nuk po merr qeveria një hap të tillë, Rafuna pati një përgjigje kogja të drejtpërdrejtë. Nuk e di pse nuk po ndodh, po i çdo ashtu ndodh, për shkak se qeveria nuk e humb asnjë cent, 0 cent. Për shkak se buxheti kur është planifikuar vitin e kaluar, për vitin 2026, ka qenë i planifikuar me çmimin e derivateve të naftës për 1.20. Dhe nëse sot e kije 1.60 a 70 në mënyrë hipotetike po them. Atëherë që 50 cent që është diçka që të ka ardhur ty jashtë planifikimit buxhetor. Po mundsoja që 50 cent që bujku, transportuesi, prodhuesi ta ketë më lirë, ta prodhoj produktin e vet më lirë, për shkak se çmimi i derivateve të naftës është sikur çmimi i energjisë elektrike, është kosto operative për biznesin dhe kjo i shkon në fund kalkulohet në produktin final. Dhe mos del prodhimi jonë më i shtrejtë siç po na ndodh tani me disa produkte të çumshme që jemi shumë më shtrejt këtu te na,
se sot që përna importojnë për vendeve të rajonit ose për vendeve të Evropës. Afrim Kasulli, analist, thotë se rritja e kostës së naftës dhe energjisë kërkon masa konkrete nga institucionet, duke marrë shembull vendet e rajonit që kanë ndërhyrë për të mbrojtur sektorët më të prekur. Sipas Kasullit, rritja e të hyrave buxhetore nga çmimet më të larta nuk duhet të paraqitet si sukses ekonomik, pasi ajo vjen me kosto për qytetarët dhe rritjen e varfërisë. Dëgjoj tash nëse do të flasim në parametra, do të janë edhe dhëna statistikore dhe flasin që norma e inflacionit ka arritur në nivele të papërballueshme, do të është më e larta në Evropë deri në 12% muajt e fundit. Po ashtu niveli i varfërisë Kosovës bashku me Moldavinë janë dy prej vendeve më të varfra dhe shto faktin që tashmë për shkak të një krize tjetër globale do të po reflektohet edhe në rritjen e çmimeve të naftës, e cila ka pasojë dhe impakte drejt për drejt në shtimin e çmimeve të konsumit. Dhe kjo e ka rënduar tej mase jetën e zakonshme të qytetarëve të Kosovës. Dhe tash këtu ne duhet shohim personalisht për shkak se nuk jap vetës luksin të jap instruksionet të qarta ekonomike, do të thotë si duhet të veprohet, ne po duhet merren shembull nga vende të tjera në rajon, do të si ka vepruar Maqedonia, si kanë vepruar shumë vende të tjera që janë përballur me një krizë të tillë energjetike, çfarë masa kanë ndërmarrë në mënyrë që ta lehtësojnë jetën, të paktën e asaj kategorie që burimet energjetike të naftës e tjera janë të domosdoshme për prodhime bujqësore e për tjera. Tek ne do të ne kemi parë që qeveria ka qenë totalisht indiferente, përkundrazi do thotë e njëjta ka tentuar që të manipulojë statistikisht se kjo është simbol i rritjes ekonomike, sepse sa më shumë që rritet çmimet, rritet TVSH-ja, ajo krijon të ardhurat shtesë në buxhetin e shtetit dhe këtë rritje nominale ta ekspozoj si mrekulli të saj ekonomike, përkundër që kjo rritje nominale po bëhet në dëmtimin e bazës konsumuese të qytetarëve të zakonshëm të Kosovës. Pra, shtimin e varfërisë gjetni më të madhe, ky pushtet nëpërmjet propagandimit statistikor po tenton ta ekspozoj si mrekulli të saj ekonomike. Ekonomisti Lulzim Beqiri ka deklaruar se rritja e çmimeve të derivateve në Kosovë lidhet me përshkallëzimin e tensioneve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Sipas tij, Kosova është veçanërisht e ndjeshme ndaj luhatjeve në tregun ndërkombëtar, pasi nuk prodhon naftë, nuk ka rezerva strategjike dhe as dalje në det. Beqiri theksoi se rritja e çmimeve është lajm i keq si për qytetarët të cilëve u rëndohet kostoja e jetesës, ashtu edhe për bizneset, të cilat përballen me rritje të kosteve të operimit. Po sigurisht sot ishte çmimi më i lartë se 2 ditët e kaluara dhe kjo vjen si rezultati i ndezjes ose lindezjes së konfliktit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit dhe kjo sigurisht që reflektohet më njëherë në Kosovë për faktin që Kosova nuk ka as rezerva, nuk ka as dalje në det, njëkohësisht edhe nuk prodhon. Për këtë arsye varet prej zinxhirit të furnizimit dhe sigurisht që kjo është një lajm jo i mirë për qytetarët e Kosovës, për bizneset, sepse te qytetarët po vështirëson jetesën e tyre, ndërsa te bizneset po rrit koston dhe kjo sigurisht që ndikon jashtëzakonisht keq në performancën apo në jetesën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ai vlerëson se institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin masa të përkohshme për të zbutur ndikimin e rritjes së çmimeve të derivateve. Sipas tij, një ulje e përkohshme e akcizit me 20 cent për litër ose të VSH-s nga 18% në 8% do të lehtësonte barën financiare për qytetarët dhe bizneset. Po shumica e vendeve, edhe në Bashkimin Evropian, edhe vendet e Ballkanit kanë ndërmarrë masa, sidomos te akciza dhe te TVSH-ja. Edhe Republika e Kosovës do duhet që të merrte masa, por aktualisht nuk ka ndonjë masë e cila e lehtëson qytetarët e Kosovës këtë barrë, e cila po ju vihet për shkak që nuk është edhe në fushën e tyre. Për këtë arsye mendoj se akciza aktualisht është 0.36 cent për 1 litër dhe një ulje e përkohshme e akcizës kish më ndihmu jashtëzakonisht shumë. Për shembull, nëse ulet për 20 cent akciza ose ulja të TVSH-s prej 18 në 8% për një periudhë caktuar kohore, sigurisht për shkak të krizave që janë. Dhe këto dy janë faktorët kryesorë të cilat do duhet të ndërmarren nga institucionet. Fatkeqësisht nuk kemi institucione, pothuajse tash 2 vite jemi të ballavaçuar me kriza, të cilat vendimet të tilla duhet të marren me konsensus partijak dhe politik në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe kjo situatë po e gjen qytetarin e vendit në një krizë e cila pothuajse çdo ditë po vazhdon. Ndërsa çmimet e derivateve vazhdojnë të luhaten në ndikimin e zhvillimeve në tregjen ndërkombëtare, qytetarët dhe bizneset në Kosovë mbeten në pritje të masave konkrete që do të mund të zbusnin ndikimin e rritjes së kostove. Deri atëherë, bara financiare pritet të vazhdojë të rëndojë mbi ekonominë familjare dhe sektorin privat.
Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të rijetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar.